Apo vjen një dasmë e madhe në familjen e Shyret e Behlulit? Propozimi romantik i mbesës ndes rjetin. Një moment romantik që duket si sken filmi po qarkullon në rrjetet sociale dhe fansat menjëherë kanë filluar të flasin për një dasmë të madhe që mund të vijë në familjen e këngëtares së njohur, Shyret e Behluli. Një fotografi shumë emocionale tregon një djalë të ulur në gjunjë me unazën në dorë, ndërsa vajza përballë tij duket e befasuar dhe e lumtur, një moment që zakonisht shënon fillimin e një kapitulli të ri në jetë. Sipas asaj që është shpërndar në rrjetet sociale, mbesa e këngëtares, vajza e vajzës së saj, ka treguar se partneri i saj i ka bërë propozim për martesë në një mënyrë shumë romantike. Në fotografi shihen petale trëndafilash të shpërndara në formë zemre në bar, ndërsa çifti ndodhet në një ambient të gjelbër dhe shumë elegant, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë e plot dashuri. Ky moment duket se ka emocionuar jo vetëm familjen, por edhe ndjekësit në internet. Menjëherë pasi fotografia u publikua, komentet e fansave nuk kanë munguar, duke e kthyer këtë moment në një nga temat më të përfolura në rrjet. Disa nga komentet që janë parë në rrjetet sociale janë: sa moment i bukur. Uroj të kenë jetë të lumtur bashkë. Duket si sken filmi romantik, shumë urime për çiftin. Nëse është nga familja e Shyretes, dasma do jetë padyshim madhështore. Urime. Dashuria e vërtet gjithmonë gjen rrugën e saj. Po presim dasmën tani. Me siguri do jetë një festë e madhe. Shumë ndjekës madje kanë filluar të aludojnë se familja Behluli mund të jetë duke u përgatitur për një tjetër festë të madhe familjare, pasi kjo familje njihet për organizime të bukura dhe për atmosfera shumë festive në çdo event. Dihet se familja e këngëtares së njohur gjithmonë ka qenë shumë e lidhur dhe çdo moment i rëndësishëm familjar shpesh tërheq vëmendjen e publikut. Për këtë arsye, edhe ky propozim ka zgjuar shumë interes, pasi fansat janë kurioz të shohin nëse do të ketë së shpejti lajme për një dasmë që mund të bëhet një nga më të komentuarat në rrjet. Megjithatë, deri tani nuk ka pasur një konfirmim zyrtar për datën apo planet e martesës. Por një gjë është e sigurt. Momenti i propozimit ka qenë plot emocion dhe dashuri, dhe kjo është ajo që ka prekur më shumë ndjekësit. A mendoni se kjo do të jetë dasma më e madhe e radhës në familjen Behluli? Shkruani mendimin tuaj në koment. Bëni like nëse ju pëlqejnë këto lajme. Dhe abonohuni në kanal për histori dhe lajme të tjera që po bëjnë bujë në rrjet.